bizneset ja thanë sy, shqyqyr që ja thanë vetë produst, vetë edhe ndërkombëtar pat, ja thanë falenderit shumë kryeministër, për kur të falimentoj unë, s'ki nevojë me konë me mu. Shumë të qemi duke vujt mos pasjen e institucioneve fuqi plot janë bizneset dhe qytetarët të Republikës Kosovës. Shefet ashtë po him të tema e tregut të lirë në thojsa, se nuk e kemi tregun e lirë, kur ende nuk e kemi një konkurencë, nuk kemi ofertues dhe kjo është ajo sfida me cilën po përballet biznesi. Këto 12 ditë e para kemi i kemi vrejt pasojat, kemi biznes që është mbyll, kemi biznes që ka fillu me organizu. Kemi një biznes që për hir të korrektësisë edhe kërkesës tij, jo, për shkak se është në procedurat administratës tatimore duke i kry procedurat e mbylljes dhe nuk don derisa ti mbyll. Po i ka mbi 50 punëtor? 200 punëtor i ka, ndërsa mbi 50 punëtor është një kompani, fabrik, prodhuese, 100% eksportues. Çka më e keqe. 100% eksportues, që ka ndiku drejt për drejt në kuptimin pozitiv në bilancin tregtar të Kosovës. Ku i çon punëtorët? Kemi kompani i ka liru. Ju kanë ardhur kontratat punëtorëve 200. I kanë njoftu që prej datës ne nuk do të jenë më punëtor të fabrikës, nëse ndryshon diçka do t'i njofton për rikthim. Kem kompani tjetër që i ka bërë organizimin, 50 punëtor, i ka njoftu që mas Bajramit nuk ka hapësirë për shkak riorganizimit dhe kostës financiare, qofse paraqitet mundësia do t'i ftojnë. Nuk t'i vendet punës. Okej, ndamas prej krizës energjetike, veç po më intereson në ngërç politik, çush funksionon ekonomia? Investimet, a janë tu kërku, tu nal, pse s'ka parlament, pse s'ka qeverisje, jo UD, po UD? Kësa here, gjithmonë për biznisën është shumë e rëndësishme me pa çfarë përbërje ka qeverisë. Se në bazë asaj përbërjes e din edhe sakt një mandat se çfarë qasje ka qeveria ndaj biznesi. Për shembull, kuptimin e politika fiskale, kuptimin e politikave administrative, e kështu me radhë, se politikë monetare nuk kemi për shkak. Në këtë rast, kur po e shohim në këtë rast, me vendimin për daljen në tregun e lirë, ka një ndërhyrje të drejt për drejt në planin e investimeve, se bizneset nuk kanë qenë të njoftura dhe nuk kanë qenë të përgatitura që me një qershor do dalin në tregun e lirë dhe do ta kenë energjinë elektrike. Apo do të keni ditë, sepse gjithë ka qenë ligj. Jo. Jeni dashur me ditë. Fal, tash për hir të korrektsisë, më duhet me sqarue. Në ligjin vitin e kaluar, 2024, Ministria e Ekonomisë dhe Energjetikës që quhet, na ka maltretuar një vit me draft ligjin për energjinë. Dhe ideja ka qenë që mu sjell ligj i ri, mu përgatit tregu, mu përgatit bizneset edhe me kaluar tregun e lirë. Çka ka ndodhur? Prej muajit janar deri në muajin nëntor është punu ligji edhe në fund në shpallë gjetë nuk e kanë çu ligjin, as në qeveri, se jo në kuvend që heq, pas në qeveri. Dhe nuk mujnë mu thirr këta tash me një ligj të 2016. A ja thatë ju këto kryeministri? Po, ja kemi thonë takim. Qa tha? Unë jam me ju, unë e mujmë me kon kryeministër, po ju keni me kon prodhues. Edhe? Kusha, fjalë të mira, bizneset ja thanë sy, shqyqyr që ja thanë vetë prodhues, vetë edhe ndërkombëtar pat, ja thanë falenderit shumë kryeministër, për kur të falimentoj unë s'ki nevojë me kon me mu. Edhe që reagoj ke kur thë në falimentim? E kish agendën, e kish një takim tjetër edhe u desh mu me urgjencë.